Ajo është mirë mos me na tregu se çfarë duhet me bojë LDK-ja. LDK-ja fol për vete. LDK-ja ka kryetarin edhe ka fol qartë dje. Pavarësisht relativizimit edhe kujt i thot çka, as shumë ma pak që kishte dhënë cilësimet, është llogaria jon edhe interesi jon shtetëror që t'i jepim rrugë kësaj pune. I kemi thënë që i ka të gjitha votat për konstituim, e ka krejt përgjegjësinë dhe besimin e qytetarëve për konstituim të institucioneve, është i vetëm sepse s'ka dashur me bashkëpunu edhe ka dashur imponim nga ana e tij. Tash jemi në pozita të reja. Jemi në pozicione të reja edhe e lusim atë që ta thret le ta konstituon seancën edhe ta bëj qeverinë. E pastaj për presidentin e kemi dëshmu gatishmërinë tonë që të marrim pjesë në bisedime për ta zgjedhur një president konsensual, ndërpartijak, ku pajtohemi, dialogojmë edhe gjejmë personin i cili i plotson kushtet për të qenë garantues i kushtetutshmërisë edhe unitetit qytetar. A ka kthim prapa për LDK-n, diçka që mund ta kthejë në tavolinë bisedimesh për diçka që s'është për një president konsensual? Kemi qenë tepër të qartë dje, e kemi mbyll këtë temë edhe presim konstituim të menjëhershëm, edhe jo kontribuim të një situate me tejkalim të afateve kushtetuese, me na sfidu krejt sistemin tonë politik, edhe krejt sistemin tonë kushtetues, për çka? Nëse i ka numrat, ja kam besu qytetarët, hajde bëje kuvendin, edhe bëje qeverin, na po e dëshmojmë krejt partitë që dojmë ardhë në seancë, me konstituu kuvendin, ta kthejmë funksionalitetin e shtetit tonë. S'ka as një arsye përveç se papërgjegjësia e tij. Papërgjegjësia e një njeriu nuk mundet me qenë bllokues i pakufishëm i institucioneve tona. Edhe tash po i bëjmë thirrje edhe një herë që të vje edhe ta konstituoj kuvendin fillimisht qeverin pastaj shkojmë tek presidenti. Zënë shoku kemi parë që edhe PDK-ja edhe Aleanca vazhdimisht janë duke i përsëritur thirrjet për seancë çdo 40 orë dhe ata sot kanë qenë pranishëm, mirë po LDK nuk është aty. A do t'ju tash tutje domethënë pasi që kuptuani që janë qëndrime të reja të LDK-s, a do t'jeni tani bashkë me PDK-n dhe Aleancën në këto themi aktivitete që po i bëjnë nëse aksiona? Aktivitetet politike, se cila parti politike i llogarit për vete dhe e sheh pastaj ndikimin. Krejt qëllimi kryesor i gjitha partive politike duhet me qenë konstituimi i kuvendit. Edhe aktivitetet politike që nuk e sjellin konstituimin e kuvendit, nuk kanë ndonjë rezultat. Prandaj ne po i bëjmë thirrje, si t'jemi aty, si jemi këtu, unë jam në kuvendin e Kosovës, po i bëj thirrje që ta konstituoj kuvendin menjëherë. Normalisht që ne jemi të kujdesshëm, i kemi mjetet tona, si LDK i kemi mjetet tona të presionit edhe të veprimit ton politik, po gjithsesi i bashkohemi kauzës që kuvendi të jetë i konstituuar sa ma shpejt që është e mundën. A keni pranuar ndonjë ftesë për takim të ri tash pas qëndrimeve tuaja të reja nga zotëri tjetër do të vazhdojnë takimet tash vetëm për çështjen e bisedimit? Nuk jam e sigurt nëse kemi marrë ndonjë ftesë, sepse deri në këto momente nuk kam marrë ndonjë konfirmim nga partia, por ajo që dihet është se diskutimi për presidentin edhe jemi gatishmërim për të diskutuar për presidentin, e kemi dhënë edhe kemi dëshmuar, edhe dje e kemi konfirmuar, këto do ta bëjmë, por rendi gjërave, që thoshte Kurti dikur, është që kuvendi në mënyrë imediate të konstituohet, qeveria, e pastaj kur vim tek presidenti janë edhe 60 ditë që mund të diskutojmë edhe ta zgjedhim një emër. Çka bën LDK-ja nëse nuk thirret një vazhdim seance edhe më tutje? Ata kanë një interpretim që kanë edhe 30 ditë që nga dita kur është nisur seanca. Po shiko, tash ka një paqartësi kushtetuese në të cilën faktikisht po sillemi rreth këtyre konkluzioneve. Gjithsesi, s'ka nevojë për 30 ditë që në ardhshëm nëse nuk ka negociata për të bërë qeveri edhe për të bërë ndonjë koalicion me ndonjë parti tjetër. Numrat i ka, partnerët e tij i ka mbi 60 vota, le të shkojmë në kuvend dhe le ta bëj qeverinë, le ta bëj konstituimin e kuvendit Kosovës. Nuk ka asnjë arsye, as për ta shtyr 30 ditë, as për të bërë tejkalime kushtetuese të tjera. A do të bëni në kushtetuese ju që LDK nëse themi vazhdimisht do të ketë mos thirrje të seanca të tilla, do të ketë tutje shkelje të kushtetueshmërisë?
si parti, gjithsesi do t'i përdorim të gjitha mjetet tona edhe juridike për t'i adresuar këto paqartësi kushtetuese. Por është tepër e rëndësishme që çështjet të cilat janë gjykuar një herë në gjykatën kushtetuese të mos ridërgohen pa kufi, sepse ato nuk janë lanë të gjykatës. Nuk kemi nevojë për interpretime kur gjykata i ka konkluzionet shumë të qarta. E kemi vendimin e qershorit vitit 2025 që decidivisht shkon edhe më saktë se sa kushtetuta dhe e precizon aty. Por qa me bo që politikant e partisë më të madhe janë të papërgjegjshëm edhe me gjas, nuk i kuptojnë, as nuk kanë interpretues ligjor, ose shkojnë për te asaj edhe nuk e kanë vullnetin politik për t'i konstituar institucionet, që është për keqardhje edhe që shpresoj shumë që qytetarët ta shikojnë gjithë këtë proces me kujdes të veçantë, e besimin tjetërherë është mirë me ja u besu atyre që kanë respekt për shtetin tonë, edhe për të rënët për shtetin tonë. Ka njerë që kanë sakrifiku për me ardhë ne sot në këtë ditë, për me u bo 2026 e me egzistu shteti i pavarur, e normalisht që jemi të gatshëm që të mos e lejojmë përdosjen e shtetit tonë deri në këtë mas. Për askë. Faleminderit. Faleminderit.